Horoskopi ditor, 18 maj. Një vendim mund të ndryshojë gjithçka në pak sekonda. Ka ditë kur gjithçka duket sikur po ecën normalisht derisa një vendim, një mesazh ose një reagim ndryshon krejt atmosferën brenda pak sekondash. 18 maji vjen me energji të forta tensioni, zgjedhjesh dhe situatash që nuk mund të kontrollohen më si më parë. Disa shenja do ndihen sikur janë përballë një momenti që mund të ndryshojë shumë gjëra në vazhdim dhe intuita nuk do t'i gabojë. Një veprim i papritur mund të sjellë afrim, largim ose një përballje që askush nuk e kishte menduar. Kjo nuk është një ditë për të heshtur përballë asaj që po ndodh, sepse ajo që vendos tani mund të ndikojë shumë më gjatë nga sa mendon. Dashi. Një situatë që dukej e stabilizuar mund të ndryshojë papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që nuk mund të shtyhet më. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk po mendon më njësoj si më parë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të kërkojë reagim të shpejtë dhe më shumë qartësi në vendimet që merr. Në marrëdhënie, një bisedë ose një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje. Mos reago menjëherë nga nervozizmi. Është një ditë për të kuptuar më parë se çfarë po ndodh realisht. Nëse arrin të ruash kontrollin emocional dhe të mendosh me qartësi, mund të shmangësh një përplasje që do të ndikonte gjatë në vazhdim. Demi. Një zhvillim që dukej i vogël mund të fillojë të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të reflektosh seriozisht për një situatë që e kishe marrë si të sigurt. Një moment i vetëm mund të tregojë se disa gjëra nuk mund të vazhdojnë më në të njëjtën mënyrë. Në punë, një ndryshim i papritur mund të kërkojë reagim të shpejtë dhe më shumë fleksibilitet nga ana jote. Në marrëdhënie, një sjellje e pazakontë mund të zbulojë një emocion që nuk ishte kuptuar më parë. Mos u kap fort pas rutinës vetëm sepse të jep siguri. Është një ditë për të parë realitetin me qartësi dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kuptosh momentin e duhur, mund të shmangësh një gabim të rëndësishëm. Binjakët. Një informacion që vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e qartë dhe kjo mund të jap një avantazh të rëndësishëm. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk ka qenë aq transparent sa kishe menduar. Në punë, një bisedë ose një lajm mund të ndihmojë të kuptosh më shpejt drejtimin e gjërave. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të fshehura për shumë kohë. Mos e shpërfill atë që dëgjon vetëm sepse vjen në mënyrë të papritur. Është një ditë për të analizuar me kujdes dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohë, mund të marrësh një vendim që ndryshon shumë gjëra. Daforia. Një ndjesje e fortë mund të shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe të bëjë të kuptosh se diçka po ndryshon edhe pse askush nuk po e thot hapur. Një moment emocional mund të vendosë përballë një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin e situatës. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të kuptosh sinjalet emocionale, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate. Luani. Një situatë që dukej e qartë mund të fillojë të ndryshojë drejtim pa paralajmërim dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka po zhvillohet sipas pritshmërive të tua. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush po fsheh një mendim ose një vendim që nuk është thënë ende hapur. Në punë, një zhvillim i papritur mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon qetësi dhe vetkontroll. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos e lër krenarin të pengojë të kuptosh situatën reale. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të mos marrë vendime impulsive. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të shmangësh një përplasje të panevojshme. Virgjëresha. Një detaj i vogël mund të jap një sinjal shumë më të fortë nga sa duket në fillim dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është aq e qartë sa mendoje.
Një moment I vetëm mund të tregojë se dikush nuk po sillet më si më parë dhe kjo nuk është rastësi. Në punë, një mungesë informacioni ose një gabim I vogël mund të krijojë tension nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një ndryshim në sjellje mund të zbulojë një largim emocional që nuk është shprehur me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek logjika. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sjelljeve. Nëse arrin të lexosh situatën saktë, mund të shmangësh shkënim. Peshorja. Një situatë që ke përpjekur ta mbash në ekuilibër mund të fillojë të lëkundet më fort dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se nuk mund të shmangësh më një vendim të rëndësishëm. Një moment I vetëm mund të tregojë se një person ose një zhvillim nuk është më si më parë. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë javës. Në marrëdhënie, një distancë ose një reagim I ftohtë mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket në fillim. Mos u përpiq të ruash qetësinë vetëm për të shmangur tensionin. Është një ditë për të qenë I sinqert me veten dhe për të reaguar me qartësi. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh komplikime. Akrepi. Një situatë që ka qenë e mbuluar me paqartësi mund të fillojë të zbulojë anën e saj më të fshehtë dhe kjo mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një person ose një zhvillim. Një moment I vetëm mund të tregojë se diçka ka ndodhur pa dijenin tënde dhe tani nuk mund të injorohet më. Në punë, një lëvizje e heshtur mund të të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë I fshehur për një kohë të gjatë. Mos reagoj menjëherë nga emocionet. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar gjithçka para se të marrësh vendime të rëndësishme. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh kontrollin mbi situatën. Shigjetari. Një zhvillim që nuk e kishe marrë seriozisht mund të fillojë të ndryshojë ritmin e ditës dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një mundësi nuk do të presë pafundësisht. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të vepruar ndryshe dhe për të mos qëndruar më në pritje. Në punë, një situatë e papritur mund të hapë një drejtim të ri që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për një kohë të gjatë. Mos u kap fort pas asaj që kishe menduar si të sigurt. Është një ditë për të lëvizur dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të reagosh shpejt, mund të hysh në një fazë pozitive. Britsjapi. Një zhvillim që në fillim duket I vogël mund të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është më aq stabile sa dukej. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar një plan që nuk po funksionon më si më parë. Në punë, një vendim I nxituar mund të krijojë pasoja që do të ishte e vështirë t'i korrigjoje më vonë. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt reflektimit serioz. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka njëkohësisht. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh tensione të panevojshme. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh dhe kjo mund të japë një drejtim krejt tjetër. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi I duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të japë një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe parë më parë. Mos e kufizo mendimin me mënyrat e vjetra të vepruarit. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe. Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim të ri. Peshqit. Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje. Një moment I vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe kur logjika nuk të jep përgjigje të qarta.
Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen veten sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të ndryshosh vazhdimin e situatës. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zgjimin nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.